deputet i gjanë nëse ke vullnet i gjendi ku nëse gjatën i vota do të për qeverin. Nuk ka pas vullnet lëvizjave të vendosje me ba qeverin. Të gjithë hapat që i ka banë në kuvend gjatë tënë kësaj periudhe janë shkelje e kushtetuse. Janë shkelje kushtetuse. Nëse nuk ka pasur plotësisht vullnet nga vetë vendosja, apo ka qenë edhe përqasja e opozitës drastike? Unë mendoj që kjo përqasje e opozitës ka qenë ndikuar edhe nga faktor tjerë, si për shembull qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt kryeministrit në detyrë Albin Kurti edhe tjera faktor si këto. Ka disa faktor, po ti kur don me ba qeverinë e gjenë rrugën, pra ti ke pas deputet komuniteteve, Fatmir Lima i ka pas 3 deputet i cili i është ofru me ba qeverinë, pra gjatë një numra nëse kish pas vullnet, i kish gjetë pa problem, por të mos dash me ba qeverinë dhe me i marë proceset ende me i këry të cilat i kalon për gjysmë dhe i dimna se si i kalon sepse ka një presion të jashtëzakonshëm për marrëveshjen e Ohrit edhe për me kriju asociacionin e komunave serbe. Pra Kurti po don me zvarrit sa e ka zvarrit realisht këtë çështjen e qeverisë dhe na ka sjell sërish. Ç'a ndodh tash? Unë e di që do ta zvarrisi Kurti, po a duan edhe opozitarët ta zvarrisin? Pra nuk marrin përgjegjësi për ta çuar përpara nëse vinë pushtet, se s'po e kuptojmë. Ma do mendja që frika është opozitarët, dëgjoj. Veç ta them një fjali, partitë që kanë qenë deri dje në opozitë kanë pas procese shumë të rëndësishme përpara që i kanë kryer. Nuk ka qenë shumë e lehtë me marrë disa vendime të cilat i kanë marrë. Kanë guximin ta çojnë përpara edhe këtë proces. E kanë guximin, po. Nuk ka qenë vendim më i vështirë se sa me votu gjykatën speciale. Këto partie kanë votu dhe kemi një gjykatë speciale dhe kemi një proces të padrejtë që po zhvillohet atje. Pra, kur ta kanë çu dorën pro gjykatës speciale, unë mendoj që këto parti janë të përgjegjshme me marrë përgjegjësi që i duhen për vendin. Mirë, po përderisa ne kemi pas. Nuk kanë parë qëndrime edhe si opozitar për çështje të tilla. Pra, nuk kanë dalë thonë për shembull unë nesër do të bëj këtë ose do të bëj atë, për sa i përket asociacionit. Mirë, kanë thonë për shembull unë do vina qeveri, ku nëse unë do jam qeveri, do ta rishikoj, nuk është që nuk kanë pas qëndrime. Kjo është thuar diçka apo mos thuar asgjë. Nuk kanë qenë që në qeveri edhe ka qenë një parti tjetër, e cila e kanë shkuat marrëveshje. Profesor, po. Shiko, e njëjta gjë vlen edhe për opozitën, edhe ajo nuk desh ta bënte qeverinë, sepse në momentin që Kurti nuk arriti ta bënte qeverinë, atëherë fare lehtë mund të shkronin me 69 nënshkrime të presidentja, dhe ajo mos ja jepte mandatin konjufsës, po t'ja jepte mandatin atij që do të propozonin ato 61 deputet. Dhe këto numra i kishin nëse do të donin të bëshin bashkë opozitorët, patjetër mund t'i bënin to 60 Po arsyet se nuk duan të bëhen bashkë ka shumë enigma. Njëra është mungesa e patriotizmit, siç e thënë kryetërës, po madhomendja që ka edhe arsye të tjera. Po, është edhe kjo, sepse një koalicion mes PDK-s dhe LDK-s e dëmton së tepërmi LDK-n. LDK-ja me koalicionin me PDK-n është shkërmoqur, edhe kjo ka qenë arsye që ai nuk dëshon të kishte koalicion me PDK-n dhe prandaj opozita nuk arriti ta bënte qeverinë. Që thjesht ndoshta për gjykimin tim, mundësitë reale më të ishin ato në mes të Albin Kurtit, Ramush Haradinajt, Albin Kurtit, Fatmir Limajt e tjerë, por që ata nuk u dakarduan në pazare sepse tërhoqen shumë korrupin nga vetja vetitarin nga E humbën shansin, profesor, e humbën shansin. Tani me shumë gjasa, në fund të dhjetorit do të zhvillojmë zgjedhje, Mërgata që në fakt ka ardhur për të festuar për familjen, duhet të jetë angazhuar me sa duket për të votuar kandidatin më të mirë për kryeministër, me pikpyetje të mëdha. Jemi drejt fundit, profesor. Po, më të gjë llogarit Albin Kurti, por do të shohim se si ka reflektuar Mërgata dhe sa do të, po mendoj kjo do të I konvenion diçka e tillë. Kryeministrit në detyrë. Ja për shembull Mërgata i dha një 3 deputet më shumë dhe prap vinte njëjta situatë sikur që e kishte opsionin me Fatmir Limajn e nuk e bëri. Që nuk
Kjo gjë nuk na sjell ndonjë, domethënë, dhe rezultat të ri. Nuk na sjell një zgjidhje. Thjesht duhet ndryshuar mendësia e klasës politike, por edhe duhet punuar që të rritet doza patriotizmit tek qytetarët përgjithsisht, por nuk mund të llogarisësh në patriotizmin e qytetarëve për cilët është nuk është rëndësi nëse dikush luan për Kosovën ose kundër Kosovës, me rëndësi që ajo është shqiptar, që ka gjak shqiptari, edhe po kjo edhe kryeministri i Australisë ka gjak shqiptari, po kjo nuk ka asnjë dobi për Faleminderit, profesor. Faleminderit. Zoja Maliqi, a do ta mësojnë moralin edhe përgjegjshmërinë politikanët në këto pak javë apo? Ajo që është e sigurt është që asnjë parti politike s'mundet mi marr 51%, pra vdënsërisht pas një zgjedhjeve do të shkojmë në numra që do të partitë politike me bashkëpunu ndërmjet vetë. Unë shpresoj Është fakt ajo. Unë shpresoj që ta zgjidhim. Shpresoj që ta zgjidhim. Po, është fakt ajo që tha Nexhi se arsyeja pse nuk kemi një qeveri të opozitet është Lumir Abdigjiku, sepse ai nuk deshi të ketë një qeveri të opozites sepse nuk është liruar nga koncepti i PDK-s, pra nuk ka guxim ose të paktën të jem reale. Lumir Abdigjiku menon për PDK njëjtë siç menon Albin Kurti, pra nuk është siç është kemi një mendësi tjetër të Lumiri. Po e them, Elir, me që nësemi në minutat e fundit, partitë politike do të kenë përgjegjësi për të gjithë ata që hyjnë në zgjedhje, sepse nuk e meriton qytetarin në me 1 mars me met pa paga për shkak të kapriçave të individëve të caktuar në për parti politike. Ju përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.